Të kapurit, nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. Të kapurit mbërritën në Medinë, bashkë me rojet një ditë pas të dërguarit. Sevda, e cila kishte shkuar sërish të vizitonte Afran, u shtan kur pa kushëririn dhe kunatin e saj Suhelin, kreu në fisit të vetë. Të krinte në qoshët të dhomës, me duart e lidhura për qafe, kjo pamje nxiti ndjenja të haruara, me kohë dhe bëri të haronte për momentin gjithçka që i kishte zëvendësuar. O e bujësit, protestoi ajo. Sa kollaj që ngëdorzuar, të kishe vdekur më mirë një vdekje të fisme. Sevde, thiri i dërguari, pranin e të cilit ajo se kishte vërejtur. Qortimi i zërit e tij e ktheu mbrapsht, jo pa një ndjesi turpi, nga e shkuara e saj jo islame, në të tashmen e saj islame. Kishte ende shpresa që Suheli të hynte në islam, dhe padyshim impakti i teokracisë lulëzuese dhe tashmë të fuqishme nuk mund të mos i bënte përshtypje atij dhe të kapurve të tjerë. Por i dërguari priste që ndjekësit e tij të shtinin në kokat e tyre ende ide islame e jo pagane. Ai u kthye sërish Sevdes, tashmë të penduar. A do doje të ndezje sherr ndaj Zotit dhe të dërguarit të tij? Spikatja e Suhelit, sikurse ajo e Ebu Sufjanit, ishte rritur tejet nga vdekjet e aq shumë prizve. Ndikimi i tij mund të pritej të sillte në islam shumë të lëkundur nga klani i tij, si dhe nga të tjerët, por ndjenja e tij në Medinë u ndërprer sepse Beni Amirët dërguan më shpejt dikë për ta shpenguar dhe ai u pajtua që të mbetej peng, ndërkohë që prijesi i tij të kthehej në Mekë për të rregulluar pagesën e shumës së rënë dakord. Çdo njeri nga të kapurit ishte ndarë mes tre a më tepër luftëtarëve, dhe grupi ansarëve që zotëronin Abbasin e sollin atë tek i dërguari dhe thanë: O i dërguari i Zotit, na lër të heqim dorë nga shuma që na detyrohen për djalin e motrës sonë. Me motër në kuptonin gjyshën e të kapurit Selman. Por i dërguari tha: Nuk do të ktheni as edhe një dirhem. Pastaj ju kthye xhaxhait e tij, duke i thënë: Shpjegoje veten Abbas dhe dy nipat e tu, Akilin e Neufelin dhe Aleatin, tënd Utbe, se ti je njëri i pasur. Abbasi protestoi: Unë kam qenë musliman që më parë, por njerëzit më bën të marrshoja me ta. I dërguari u përgjigj: Sa për islamin tënd, Zoti e di më mirë. Nëse ajo çka thua është e vërtetë, ai do të shpërblej. Por se tashmi ke qenë kundër nesh, da i jep na shumën e lirimit tënd. Abasi u përgjigj se nuk ishte para, por i dërguari tha: Ku janë paratë që le me El Fadlin atëherë? Ju të dy ishit vetëm kur i the: Nëse vritem kaq për Fadlin, kaq për Abdullahun, për Kithamin e Ubejdullahun, pikërisht atë qast besimi hyri tamam në zemrën e Abbasit. Pasha atë që ka dërguar më të vërtetën, tha ai, askush nuk dinte për këtë veç saj dhe meje. Tani e di që je i dërguar i Zotit, dhe u pajtua të shpjegon të dy nipat, aleatin e tij dhe veten. Një nga robërit që ishte vendosur me të dërguarin ishte dhëndri i tij Ebu el-Asi, vëllai i cilit Amri erdhi nga Meka me një shumë të dërguar nga Zejnebi për ta shpenguar. Bashkë me parat, ajo dërgoi një varse oniksi, që ëma ja kishte dhënë ditën e martesës. Kur pa varsen, i dërguari Uzbe, duke njohur më njëherë si të Hatixhes, i prekur thellësisht, ai u tha atyre që kishin një pjesë tek i burgosuri: Nëse shihni të udhës, ta lironi burrin e saj të kapur dhe t'ja ktheni asaj shumën
atëherë bëjeni. Ata u pajtuan me njëherë dhe hem parat, hem varësja, ju kthyen bashkë me Ebul Asim. Ishte shpresuar se ai do të hynte në Islam gjatë qëndrimit në Medinë. Por ai nuk e bëri këtë. Dhe kur ai u nis për në Mekë, i dërguari i tha se kur të kthej në Mekë, duhet ta niste Zejnebin në Medinë. Gjë që ai pranoi me trishtim ta bënte. Shpallja kishte bërë të qartë se një grua muslimane nuk mund të ishte gruaja e një pagani. Abdullah ibn Gjashi kishte një hise të Veliti, djali më i vogël i Velitit, tashmë të vdekur, prijesi të dikushëm të mazumeve. Dy vëllezërit e djaloshrit Haliti e Ishmani erdhen ta shpengonin. Abdullahu nuk pranonte të merrte më pak se 4.000 dirhem. Dhe Haliti gjysmë vëllait e kapurit. Nuk dëshironte të jepte atë shumë, por vëllai plot i Hishami e çortoi me fjalët. E vërtet, ai nuk është bir i jot, me çrast Halidi u pajtua. Mirë po, i dërguari ishte kundër ndërveprimit dhe i tha Abdullahut që t'i kërkonin hiç më pak se armët dhe parzmoren e famshme të babait të tyre. Halidi refuzoi rishtas, por Hishami ja doli prap me të, dhe kur e kishin sjell trashëgimin në Medinë, u nisën me të vëllain sërish në Mekë. Por në njërin nga ndalesat e para, ai u përvodh e u kthye në Medinë, ku shkoi tek i dërguari dhe bëri hyrjen e tij formale në Islam, duke i dhënë besën. Vëllezërit e tij e ndoqën fort, dhe kur pan ç'kishte ndodhur, Halidi i tha i tërbuar: "Pse nuk e bëre këtë para se u shpengove dhe para se trashëgimia e vyre babait të na ikte duarsh? Përse nuk u bëre ndjek si Muhamedit atëherë, nëse pas ke pasur këtë qëllim?" Velidi u përgjigj se nuk i linte Kurejshët të thoshin për të. Ai e ndoqi Muhamedin veç për të shmangur pagimin e lirimit. Pastaj u kthye me të vëllezërit në Mekë për të marrë disa gjëra të tij, pa dyshuar se mund t'i bënin gjë, por me të mbërritur atje e burgosën me Ayashin dhe Selmën, dy gjysmë vëllezërit musliman të Ebu Xhelit, të cilët Ikrima ibn Ebu Xheli i ruante ende pas vdekjes së të atit. I dërguari i lutej shpesh për ikjen e të treve, si dhe të Hishamit, të Sahmeve e të tjerëve që mbaheshin me forcë në Mekë. Xhubeiri, i biri i Mutimit, erdhi të lironte kushëririn e tij dhe dy nga aleatet e tyre, dhe i dërguari e priti hiresisht. Ai tha që kur Mutimi të ishte gjallë dhe të kishte ardhur në emër të burgosurve, do t'ja kishte dhënë falas. Xhubeiri u impresionua nga të gjithë çka pa në Medinë, dhe një mbrëmje në muzikë qëndroi jashtë xhamisë dhe dëgjoi lutjen. I dërguari recitoi surën Et-Tur, që paralajmëron për gjykimin dhe ferin, e pastaj flet për mrekullitë e parajsës. Ajo mbaron me fjalët: "Prite me durim për mbushjen e urdhit të Zotit tënd, se vërtet je në vëzhgimin ton, dhe madhuroje Zotin tënd me lavdërim kur të ngrihesh, si dhe natën e kur zbehen yjet." Bash atëherë, tregon Xhubeiri, besimi zuri rënjë në zemrën time, por ai nuk do t'i dëgjonte ende shtytjet e tij, sepse ishte tepër i zhytur në mendime për vdekjen, jo shumë e parte xhaxhait në Bedr. Tejme, vëllai i Mutimit, ishte një prej të vrarëve nga Hamzai, dhe Xhubeiri u ndi detyruar nga nderi që të hakmerrej për vdekjen e tij. I friksuar se mos zbutej në synimin e tij, ai u nis në Mekë, sapo kishte arritur në ujti për lirimet. Shumica e liruesve ishin të paktën të njerëzishëm ndaj të dërguarit, përjashtim në betejë. Përjashtim bën të Ubej ibn Gjumahu, vëllai i Umejës, e mik brezi me Ukben,
të dy të vrarë në betejë. Tek po ikte me të birin e shpenguar ai tha: "O Muhamet, është një kal i quajtur Abd, të cilin e ushqej çdo ditë me shumë racione drithi. Do të vras kur të jem kaliruar mbi të." "Jo," i tha ai dërguari, "por do të vras unë ty, inshallah." Në kaq momenti nipa të Ubejit, Savani e Umeri, po flisnin me idhin të dërguar për hundën e pariparueshme e shkaktuar Qurayshëve nga vdekja e krijesve të hedhur në grov në Bedr. Savani ishte birri i nënës në gjasa për të bërë kryetar i xhamat. Tani që Jati kishte vdekur, kushëriri i tij Ameri ishte njeriu që kishte kaluar për rrotën e ushtrisë muslimane në Bedr. Për t'ia pushuar fuqin, pasha Zotin nuk ka hajër në këtë jetë, tani që ata kanë shkuar, tha Savani. Umeri pajtua dhe ishte me pranë sinqeritetit së tjetri. Djali i tij ishte ndër të kapurit, por ai ishte në borxhe tepër të mëdha për ta shpenguar dhe u ndi aq i shtypur me jetën e tij, sa që ishte gati ta flionte për kauzën e përbashkët. Të mos ishte për një borxh që se lajdot, tha ai, dhe një familje që kam frikë ta lë të shkret. Do të kaleroja drejt e të Muhameti e do të vrisja. E paqa unë borxhin tënd, tha Savani, dhe familja jote u bëft e imja. Do të kujdesem për ta sa të jem gjallë. Ata do të dëshirohen për asgjëtimen. Umeri e pranoi me njëherë ofertën, dhe ata u betuan ta mbanin të fshehtë, gjërsa qëllimi i tyre të realizoi. Pastaj mpreu shpatën, e nxjiu në hel e u nis për në Yathrib me pretekstin e shpëngimit të birit. Kur mbërriti Medinën në mëposhtme, i dërguari ishte ulur në xhami. Me të parë Umerin me shpatën e zhveshur, Umeri e ndaloi nga të hyrit, por i dërguari i thiri ta linte Gjumahitin të afrohej. Kështu që Umeri u tha disa ensareve që ishin me të: "Shkoni te i dërguari i Zotit dhe uluni me të dhe hapni syt ndaj këtij rufjani, se nuk i besohet asesi." Umeri i uroi atyre mirëdita, një përshëndetje pagane, dhe i dërguari tha: "Zoti na ka dhënë një përshëndetje më të mirë se sa jotja, o Umer. Ajo është paqe, përshëndetja banorëve të xhenetit." Atëherë ai e pyeti përse kishte ardhur dhe Umeri përmendi të birin si arsye. "Ç'ne ajo shpat atëherë?" tha i dërguari. "Zoti i mallkoft shpatat", tha Umeri. "Mos kemi patur ndonjë të mirë për tyre?" "Tregom të vërtetën", tha i dërguari. "Me shënim ka ardhur." E kur Umeri përsëriti pretekstin e të birit, i dërguari i përsëriti fjalët për fjalë, bisedën që kishte patur me Hijrin në Safvan. Kështu që Savani mori përsipër borxhin tënd dhe familjen tënde, përfundoi ai. "Që të më vrasësh, por me disteje dhe kësaj ka hyrë Zoti." "Kush ta tha këtë?" bërtiti Umeri. "Se për Zotin nuk kishte të tretë me ne. Gjibraili ma tregoi", tha i dërguari. "Ne të kemi quajtur gënjeshtar", tha Umeri. "Kur ti na silldje habere nga qielli, por lavdi pas Zoti që më udhëzoi në Islam. Dëshmoj se nuk ka Zot përveç se Zoti, dhe se Muhamedi është i dërguari i Zotit." I dërguari ju kthye disave prej të pranishmeve e tha: "Mësojeni vëllain tuaj në fenë e tij dhe këndojni Kur'an dhe lëshojni atë dhe të birin e kapur." Umeri ishte i ankthshëm të kthehej në Mekë, që të përpiqej të fuste të tjerë në Islam, për ta dhe Savanin. I dërguari i dha leje të shkonte, ai ktheu shumë vetë, por Savani e konsideroi tradhtar dhe refuzoi vendosshmërisht t'i fliste më ose të kishte me punë me të. Pas disa muajsh, Umeri u kthye në Medinë si mërgues. Kur Ebul Asi u kthye në Mekë, ai i tha Zenebit se i kishte premtuar Teatit që do të dërgonte në Medinë.
Ata u pajtuan që vajza e tyre vogël, Umame, të shkonte më të amën. Djali i tyre Aliu kishte vdekur në fushnjëri dhe Zenepi tani priste një fëmijë të tretë. Kur ishin bërë të gjitha përgatitjet për udhëtimin, Ebul Asi dërgoi të vëllain me ta si shoqërues. Ata i kishin mbajtur planet të fsheta, por megjithatë u nisën ditën dhe u përfolën shumë në Mekë. Gjërsa më në fund disa Quraysh vendosën t'i ndiqnin e ta kthenin Zenepin mbrapsht në xhirin e klanit Abdu Shems, të cilin ajo i takonte me martesë. Kur ju afruan, një burr i Fihrejeve, i quajtur Habar, galopoi përpara dhe u kalëroi për qark nga afër duke vringëlluar shtizën ndaj Zenepit, e cila rinte ulur mbi havden e saj me Umamen, duke ju ribashkuar pastaj të tjerëve që tashmë u ishin afruar. Kinani zbriti, mori harkun, u përgjunj me fytyrë drejt tyre dhe zbrazi këllëfin mbi rërën para tyre. Le të afrohet cili do nga ju, tha i, se pasha Zotin do t'ja ngull një shigjet. Atëherë burrat u tërhoqën, teksa i të ndosi harkun. Pastaj, pas një këshillimi të shkurtër, kryetari i tij Ebu Sufjani dhe një a dy të tjerë zbritën dhe ecën përpara, duke kërkuar të shtendoste harkun dhe ta diskutonte çështjen me ta. Kinani u pajtua dhe Ebu Sufjani tha: "Ishte gabim i rënd ta nxirje gruan haptas mbi krenat e njerëzve, kur e di belan që na ka gjetur. Dhe çka bër Muhamedi kundër nesh? Kjo do të merret si shenjë që jemi poshtëruar dhe burrat do të thonë se nuk është tjetër veç se pafuqi nga ana jonë. Pasha jetën time nuk është se duan ta pengojnë nga bashkimi me të atin, e as nuk do të na shërbej kjo si akmarrje. Por çoje gruan në Mekë e kur gjuhet të kanë pushuar për dobësinë tonë dhe të jetë për hapur lajmin si shkuam pas dhe sodën mbrapsht, grabit, fsheu razi, që t'i bashkohet të atit." Kinani e pranoi këtë propozim dhe ata u kthyen bashkë në Mekë. Pak pas kësaj Zenepi pati një dështim që ju vesh frikës së shkaktuar nga Habari. Kur ajo e mori veten dhe kishte kaluar mjaft kohë, Kinani e mori me Umamen. Nën mbuloja në natës dhe i shoqëroi deri në luginën e Jexhajit, një 8 milje nga Meka. Aty i takoi Zeidi, siç ishin marrur vesh më parë, dhe i solli të sigurt në Medinë.